Bëhemi gati për në punë. Çfarë do vesh nesër në punë? Asu nuk e di. Kam zgjedhur disa rroba në ngjyrë roz një herë. Edhe, për të gjithë ju që s'mund ta dini, punoj mësuese aty në Angli. Ja këmisha se si rri. Mos do hekur. Nuk do. Se edhe të vesh bluzën nga lart. Se bën dhe ftohtë. Ti kështu, le të doj, nuk do duket kisha të hekurosur, po tani këtë sa i prek me dorë zhubrosen prapë. Veshim edhe bluzën se po ftohtë edhe sidomos nëpër klasa tani, që si ka ndeza akoma kaloriferët. Pantallona thjesht them të vesh këto të bardhat. Ja edhe pantallonet se si rrinë. Të thjeshta janë. Okej, këpucë them të vesh këto të zezat. E vesha njërën. Auç, si do të shikoni tani. Ja se si rrinë. Tani nga lart, se do bëj ftohtë mëngjesi, do hedh këtë pallton, krave. Çandë, siç po thoshja, do marr këtë, që të shkoj me këpucët. E vesha, që ti shikoni të gjitha bashkë, të rregullta. Çandën kështu do ta mbaj, nuk do ta hedh kështu. Edhe jemi gati të ikim në shkollë. Ku e kam xhepin? S'ka xhep kjo palltua. S'pas ka xhep. Ta si kisha xhep. Hajde, të kemi një punë të mbarë tani. Edhe unë dhe juve. Ciao, ciao.